يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: Allahu la ilaha illa hu. Allahu nuk meriton askush të adhurohet përveç atij. El Hayyul Qayyum, i gjallë, i përhershëm. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Atë nuk e kap kotja as gjumi. Lehu ma fis samawati wa ma fil ard. Të Allahut janë çka ka në qiell dhe në tokë. Men dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Nuk ka mundësi me ndërmjetësuar dikush te Allahu përveç pasi që t'i jep Allahu subhanahu wa ta'ala leje. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allahu subhanahu wa ta'ala e din të kaluarën edhe të tashmen edhe të ardhmen. Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Dhe askush nuk ka mundësi me ditë përveç asaj që dëshiron Allahu ata me ditë. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Gjërësia e kursijes së tij është sa qiejt edhe toka. Wala yauduhu hifdhuhuma. Allahut nuk i vjen e vështirë me i majt qiejt edhe tokën. Wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allahu është i lartë, është madhështor. La ikraha fi d-din. Nuk ka dhunë në fe. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Juve është bë qartë e vërteta nga e kota. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Kushdo që e mohon tagutin dhe beson Allahun subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha. Ai është kapur për një hallkë të fortë e cila kurrë nuk shkëputet. Wallahu samiun alim. Allahu i ndëgjon edhe i din të gjitha. Pjesa në të cilën kemi arrit e din muslimanët edhe njihet si ajetul kursi. Ajeti i kursijes së Allahu subhanahu wa ta'ala, ose që shenjohemi ne të spidova. Për shkak se lexohet, është specialitet me lexue mas dhikrit, masi që bëm tasbih, masi që thojmë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mas namazeve, është sunet me lexue ajetul kursi. Edhe për çdo të na i thojnë tasbidova. Dova që lexohet të tasbih, pasi që thuhet subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kjo është ajeti më madhështor në Kur'an, dhe ajeti në të cilin mrena një ajeti Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përmend 10 cilësi të veta, cilësi të cilat janë madhështore secila në veten e saj dhe tregojnë për madhështinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa hu. Nuk meriton kërkush të adhurohet përveç Allahut. Nëse njerëzit adhurojnë gjithë shka, ose njerëzit adhurojnë shumë shka, por adhurimin me të drejtë e meriton vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, për shkak të cilësive të cilat do t'i përmend Allahu për veten e vet ma vonë. Ata të cilët adhurojnë dikon tjetër përveç Allahut, a i kanë qëto cilësi ata të cilët i adhurojnë? Në ajetin tjetër thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: hal ta'lamu lahu samiyya. A keni pa, a keni ndëgjuar në herë që ka dikush që si cilësi që i përmend tash Allah? S'ka kërkush, s'ekziston dikush me i pas të cilësi që i ka Allahu. Atëre
Qysh i adhuroni ata s'kan kur farë cilësish nuk kanë. E nuk e adhuroni Allahu subhanahu wa taala i cili është madhështor. E para për tyre El Hayy, është i gjallë, El Qayyum, është i përhershëm, gjithmonë i gjallë, pa fillim e pa mbarim. Kush është dikun që adhurojnë njerëzit i cili është i gjallë për gjithmonë? Kush është? Ata i adhurojnë vdekurit, që janë gjendje shpirtin e vetë me kontrolue, që shpirtin aty ja merr Allahu, nuk adhurojnë Allahun, që ja merr shpirtat aty, adhurojnë dikën tjetër që Allahu e mbizotron atë. El Hayy, Allahu subhanahu wa taala është i gjallë, El Qayyum, i gjithmonë. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Atë nuk e ka kotja as gjumi. Këndo që adhurojnë tjetër përveç Allahut, ai ose nuk din hiç ose e ka gjumi. Çka bën ata që i lutën lopë pas lopë pa më të mirin gjumë? Kuna do që i lutën dikujt tjetër përveç Allahut që e zë gjumi. Mi lut atij ai tu kon gjumë. Çfarë përgjigje prit? A do të më prit të çotaj pe gjumit a qysh? As gjumi, as kotja. Allahu subhanahu wa taala nuk e kap as gjumi, as kotja. Në transmetim sakt Musa alayhi salatu wasalam e ka pyetur Allahu subhanahu wa taala rreth asaj se Allahu subhanahu wa taala nuk e ka kotja as gjumi. Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar Musa me marr 2 gota me ujë. Edhe e ka marr në çast Allahu subhanahu wa taala ja ka thënë Musës gjumin edhe i ka përzi gotat. O Musa me kap Allahu subhanahu wa taala kotja ose gjumi prishet gjithësia cilën e mon Allahu subhanahu wa taala. El Hayyul Qayyum, i gjallë i përhershëm, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, i cili nuk flen as nuk e ka kotja. Lehu ma fis samawati wa ma fil ard. Krejt çka ka në tokë dhe në qiell janë tatina. Ata të tjerë që ja adhurojnë përveç Allahut, çka posedojnë ata, çka kanë? Çka është e tyre? As vetën e vet ata nuk e posedojnë. Ata që i lutën vdekun, ata që i lutën gurve, ata që i lutën këtë i lutën atina që nuk ka mundësi me sjell as dëm, as dobi, as kur gjë heq tavolinës me u lut këtë. Plotësomi do dëshira, ama këto të shëmëton, kjo është shkret, kjo wala hawla wala quwwata illa billah, por se shejtani u ka zbukuruar atyre veprat e tyre dhe kanë zëvendësue në vend se më adhurua atë të cilin e meriton adhurimin, e adhurojnë ata të cilët nuk kanë kur far drejtën adhurim. Men dhe alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Kërkush nuk mundet më ndërmjetësu te Allahu subhanahu wa taala pa i dhënë Allahu leje. Besimi i ehlusunetit është se ndërmjetësim do të ketë në ditën e Kiametit dhe do të ndërmjetësojnë ata të cilëve Allahu subhanahu wa taala jep leje, është i kënaqur me ata që të ndërmjetësojnë dhe është i kënaqur me ata për të cilët do të ndërmjetësohet. Ndërmjetësimi do të ndodhë në ditën e Kiametit, por fundi i fundit ndërmjetësimi është gjithmonë vetëm pasi që t'jep Allahu subhanahu wa taala leje. Jo se mundet dikush me ndërmjetësua me andru Allahu subhanahu wa taala një vendim, por Allahu subhanahu wa taala dëshiron për me ia dhënë një nder dikujna, ai më ndërmjetësua, pastaj Allahu më ia realizua ndërmjetësimin e tij dhe më vendos atë që ka kërkuar ndërmjetësuesi për atë për të cilin është ndërmjetësuar, por fundi i kthehet që vetëm pasi që t'jep Allahu subhanahu wa taala leje. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ky Allah të cilin e adhurojmë na e din të kaluarën, e din të tashmen, edhe e din të ardhmen. A ka dikush me qësi cilësi tjerë që tërkush përveç Allahut? Hel ta'lamu lahu samiyya. A keni nina i kush e din të kaluarën, tashmen edhe të ardhmen? Kur s'keni ni? As kur nuk keni me ni. Që dikush me ditë të kaluarën, të tashmen, të ardhmen. Kjo është Allahu subhanahu wa taala. Veç asaj kanë ardhur disa ajete në Kur'an edhe më larg se sa kjo. Allahu subhanahu wa taala tregon se të ardhmen e din Allahu subhanahu wa taala. Por Allahu subhanahu wa taala din edhe atë e cila kur nuk ka me ndodh. Por po të ndodhte, Allahu subhanahu wa taala e din se si do të ndodhte. Kjo është hala më larg.
Allahu subhanahu wa taala tregon për banorët e xhehenemit kur të futen në xhehenem. Edhe kanë me lutë Allahu subhanahu wa taala nxjerrna pe xhehenemit. Na'mal saliha, se kena me bë vepra të mira, kthena edhe në erën dynjë se kena me bë vepra të mira, kena me bë besimtar. Thot Allahu wa law ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Me kthye pe xhehenemit, edhe një herë në tokë ata përsëri kanë me bë ashtu që kanë bë. Kjo s'ka më ndodh kurr. Po Allahu subhanahu wa taala e din se po të ndodhte si ka më ndodh. Kjo është Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është ai që i lut me na pa asnjë rezervë, pa asnjë dyshim, pa kur gjë hiç. Allah subhanahu wa taala. Dhe gjithçka nëse nuk shkon në rregull janë fajet e tona se nuk jemi besimtar të nivelit të dur, përndryshe Allahu subhanahu wa taala është i përkryer në të gjitha cilësitë e tij dhe në asnjë formë nuk ka mangësi Allahu subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Dhe krijesat, njerëzit, gjinët e melekt, çka ka krijes, çka din krijesat, din vetëm çaq sa i lejon Allahu subhanahu wa taala me ditë. Kërkush nuk mundet me ditë për te limitet që ja alen Allahu subhanahu wa taala me ditë. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Allahu është madhështor, Allahu është më i madh. Kursia e tij është më e gjon, gjerësia e kursisë së tij është më e gjon se sa toka dhe qiejt. Kurse kursia në hadith ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është në krahasim me dynjon, me qiejt edhe tokën, ose qiejt edhe toka në krahasim me kursien e Allahu subhanahu wa taala janë sikur një unaz e cila hudhet në shkretim. Ky është Allahu madhështor subhanahu wa taala. Wala yauduhu hifdhuhuma. Hiç nuk i vjen vështirë Allahu subhanahu wa taala me i mbajt edhe me i mirëmbajt qiejt edhe tokën. Edhe pse kjo është krijim madhështor, gjigant i Allahut subhanahu wa taala, por për Allahun subhanahu wa taala është shumë e lehtë. Wa huwa al-aliyyul azim. Për shkak se Allahu është i lartë edhe është madhështor. Allahu subhanahu wa taala është i lartë edhe madhështor. Por te kur i njohin besimtarët cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, ata e dojnë edhe kanë frikë prej tij. E dojnë për shkak se Allahu subhanahu wa taala është i përkryer në të gjitha cilësitë e tij dhe kanë frikë prej tij për shkak të gabimeve që ne i bëjmë. E Allahu subhanahu wa taala është i drejtë në dhënien e përgjigjes ndaj atyre të cilët kanë gabuar. La ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe. Këtë ajet e keq përdorin shumë thirrsa e njerëz të cilët pretendojnë se janë hoxhallar. La ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe. Duke munduar me hek dispozita, me hek dispozitën e xhihadit, me hek dispozitën e nëpërmjet kësaj, këto janë rrena mashtrimet e atyre të cilët janë munafiqin. La ikraha fi din, nuk bën me shtije me dhunë në fe kërkon. Kjo është kuptimi i saktë i këtij ajeti. Nuk bën me shtije me dhunë në fe kërkon, se në shtin se imani është në mrena, ai edhe nëse paraqitet se ka hyrë në fe me zor, në mrena s'ka hyrë në fe, dhe nuk ka mundësi, kërkush s'ka autoritet në mrena me ndrua njerëzve bindjet. Nëse dikush të bindet për një frikë ose për një presion, thotë unë jam musliman, ky nuk është musliman. La ikraha fi din, njerëzit nuk bën me i detyru me hyrë në fe. Dhe sikur që dihet në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mrena kufive të shtetit islam kanë jetuar njerëz që janë musliman. Pse si ka shti pejgamberi sa me zor mu bë musliman? Se zbon. Njerëzit duhet me u bind, me pranu islamin me dëshirën e vet, jo me shti me zor. Se me shti me zor ata mundën me u përmbajt vetëm derisa kanë mbikëqyrjen. Momentin që se ka mbikëqyrjen, nuk i përmbahet. Besimtarit që ka hije në islam me vullnetin e tij, e pa njerëzit se pa njerëzit, e pa pushteti se pa pushteti, ekziston dënimi se ekziston dënimi, ata vet e din. Pse çoni ju me fal sabahun të shtëpia vet, kërkush nuk ju detyron.
se keni hyrë në islam me dëshirë. Pse agjëroni gjithë ditën, nuk hani, nuk pini, me dash, me hangër, me pis, ju kërkush, ka plot mundësi. Se keni hyrë në islam me dëshirë. Pse shkoni në hajj, se keni hyrë në islam me dëshirë. Pse jepni zakatin për pasunisë juve, e nxirrni, e jepni çdo se Allahu ka thonë me dëshirë. Me shtin njerëzit me dhunë fe, ata nuk i bojnë në momentin që kanë mundësi me ju ik obligimeve, edhe me i vepru haramat, ata i veprojnë. La ikrahe fi din, në fe nuk bën me shti me dhunë kërkon. Ama, kur të hyn njeri në islam, mrena islamit pastaj ka dispozita që janë shumë të vështira. Ai që vjedh, çka i bën shariati? Ja ku dorë, dasha është kjo, është forca s'është forcë. Ai që pin alkool dënohet me 20 kamgjik. Ai që bën amoralitet i pamartuar me 80, me 100 kamgjik. Ai që shpif me 80. Do të thonë ka rrehat. Ai që bën zinoj martuar gruposet. Fëmia kur ti bën 10 vjet nëse s'falet, pejgamberi sa më ka thënë fadribuhum. Rrehni, shtini më fal. Tu i rreh. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Gratë të cilat keni frikë se nuk ju respektojnë, nuk ju ndëgjojnë, nuk shkojnë sipas rregullave, këshilloni, nëse s'marrin vesh dalin në shtrat, nëse prapë s'marrin vesh fadribuhun, rrihni. Tash a ka dhuna s'ka? Në mrena islamit ka plot dispozita në të cilat përdoret forca e nalt. Ata që plaçkisin, preneni Allah thot dorën e djathtë komën e shmajt, ose komën e djathtë dorën e shmajt. Ata gjykimet për kush e qerron dikun asynin me ja kthye, kush e ka thy dikujt dorën me ja kthye, kush e ka bë secillit me ja kthye në proporcion që ka bë. Qysh la ikrah fi din? Islami është paqe. Kjo është rrena e munafikëve. Islami paqen e vendos vetën, ama nuk është paqe e qafirave. Po mrena paqes vetë i ka kufizimet në të cilat përdoret forcë. Edhe përdoret forcë e nivelit nalt. Dhe komenti i gabuar i munafikëve është ky. Komenti i sakt është në islam nuk bën me i shti njerëzit me zër. Thirrjen duhet me bë me vullnet që me hi njerëzit me vullnetin e tyre të lirë. Pastaj masi që të hinë në islam, ka rregulla, ka dispozita, mos e bë këtë se e merr këtë dënim, mos e bë këtë se e merr këtë dënim, mos e bë këtë se e merr këtë dënim, ka rregulla. Në ato rregulla pastaj përdoret edhe forca, përdoret edhe ekzekutimi, përdoren ato të cilat dihen. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Është bare qartë e vërteta nga e kota. O me yakfur bit taguti u yu'min billah, kushdo që e mohon tagutin. Tagut ka shumë kuptime, por më përmbledhse që ka thënë Ibn Qayyim, Allah subhanahu wa taala pas mëshirua, ka thënë çdo kush që adhurohet përveç Allahut është tagut. Çdo kush. Ndesh në tin ligje, ndesh në tin sejdë, ndesh në tin çfarë do lloj ibadeti. Kushdo që adhurohet përveç Allahut është tagut. Ne kem detyrë me i mohua kret këta. O me yakfur bit tagut, kush e bën kufër mbi tagut, e mohon kret atë që adhurohet përveç Allahut. O yu'min billah, dhe beson vetëm Allahun, se adhurimi i takon vetëm Allahut, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha, ai është kap në hallkën e fortë, e cila nuk do të shkëputet kurrë. Domethënë ky person ka më hyrë në xhennet. Wallahu samiun alim. Allah subhanahu wa taala ndëgjon dhe i din të gjitha. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم